Rreshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë vendin gjatë natës kanë shkaktuar problematika serioze në disa qarqe, duke çuar në përmbytje mungesë energjie, bllokim rrugësh dhe situata emergjente për banorët. Ndër zonat më të prekura është Kurbini, ku rreth 60 banesa dhe biznese janë mbuluar nga uji, ndërsa niveli ka arritur deri në 1 metër në disa ambiente. Banorët e raportuan dëme të shumta materiale, ndërsa pamjet e ujit që kanë hyrë nëpër lokale, dyqane, automjete tregojnë për masat e situatës. Më të rënduara janë kushtet në fshatin Zhej, ku prurjet e mëdha të lumit Droj shkaktuan vërshime të fuqishme në rrugë. Një drejtues mjeti rrezikoi të merrej nga rrjedha, por ndërhyrja e shpejtë e zjarrfikse bëri të mundur shpëtimin e tij. Përmbytje të mundshme kërcënojnë edhe zonën e Skurajt, ku lumi Vinjoll rrezikon rreth 50 banesa. Në Lezhë rrugët u mbuluan nga uji, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në disa fshatra. Një pemë e rrëzuar në aksin Lezhë-Shëngjin dëmtoi linjat e tensionit, duke lënë disa zona pa furnizim elektrik. Edhe në zonat e Matit, në fshatin rreth Braz, një familje u evakuua pasi u përmbyt banesa e tyre. Zjarrfikset dhe mjetet të tjera janë angazhuar për largimin e ujit nga zonat e banuara. Rruga nacionale Burrel-Skuraj paraqet rrezik në disa segmente për shkak të rënjes së gurve, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve. Situata mbetet e rënduar edhe në Dibër, ku disa fshatra janë pa energji elektrike për arsye sigurie, pasi fidri që furnizon zonën është stakuar për shkak të shkarkesave të forta elektrike. Rreshtet kanë shkaktuar vështirësi të mëdha edhe në qarkun Shkodër. Në zonën e Malësisë, segmenti rrugor Breg Lumi Theth u dëmtua, duke lënë të bllokuar 9 persona dhe 5 automjete. Fal ndërhyrjes së bashkisë, policisë së shtetit dhe forcave të armatosura, të gjithë personat u evakuuan me sukses. Rruga mbetet e bllokuar dhe po pastrohet me mbështetje të 10 efektivëve të forcave të armatosura. Në fshatin Preknicaj të Shkrelit, një shtëpi u përfshi nga flakët si pasojë e shkarkesave elektrike. Për fat nuk raportohen për të lënduar, ndërkohë në Durrës dallgësimi i fortë në det ka detyruar autoritetin portual të pezullojë aktivitetin e peshkimit, megjithse lundrimi i traketeve vijon normalisht. Sipas shërbimit meteorologjik, rreshtet pritet të vazhdojnë gjatë gjithë ditës me intensitet më të lartë në qarqet Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër. Policia e shtetit ka shtuar prezencën në akset kryesore dhe apelon për qytetarët që të shmangin daljen e panevojshme dhe të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit, duke i orientuar që të mos e rrezikojnë në zonat e përmbytura ose me rrëshqitje dherash. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në digën e Fanit dhe Ulzës, ku prurjet janë rritur ndjeshëm, megjithse ende nuk ka arritur nivelin kritik që kërkon hapjen e portave. Situata mbetet dinamike dhe në vëzhgim të vazhdueshëm.